Kështu, në këtë atmosferë shpirtërore që na dhuroi zëri hyjnor i Inva Mules, sonte në Prishtinë, po e fillojmë këtë mbrëmje. Në këtë atmosferë, për të rikthyer në vëmendjen tonë një figurë të madhe, një gonxhe që mbiu në këto troje, dhe me aromën e saj të bamirësisë, u përhap gjithandej. Aty ku dhembja kishte nevojë të merrte një emër tjetër, emrin e saj. Emrin asaj që gjithë bota i thot Nan. Tonight, ladies and gentlemen, we are gathered here after this beautiful atmosphere with the divine voice of Inva Mula, so we could be, for that reason, so to bring back to our attention a great figure, a rosebud that sprang in these lands and with her aroma of charity reached wherever needed, wherever pain needed another name, a new name, a name that everyone calls Mother. Zonja dhe zotrinj, shikues të nderuar kudo që jeni, përmes televizioneve, radio-televizionit të Kosovës, televizionit të Maqedonisë dhe radio-televizionit të Shqipërisë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhet në këtë fest shpirtërore. Jemi mbledhur sonte këtu me një qëllim të pastër, të bukur. Ti themi eja të nesërmes, që duhet të jetë më e kthjellë se e sotmja dhe më universale se e djeshmja. Ladies and gentlemen, dear spectators wherever you are, we are gathered to say come to the day of tomorrow, which shall be clearer than yesterday and more universal than today. Tani, kam nderin të ftoj para jush i peshkvin e Kosovës, shkëlqësinë e tij, Imzot Dodë Gjergjin. Now I have the honor to invite in front of you the host of Kosova, the Bishop, His Excellency Gjergj Dodi. Dodë Gjergji, falni. Nderuar e zoja Presidente, nderuar e zoti Kryetari i Parlamentit, fort i nderuar zoti Tërnava, i dashur dhe i nderuar Monsinjor Zevgashi dhe Monsinjor Lucian Augustini, të nderuar zoti Demaçi, të nderuara familje të Jasharëve dhe Haradinajve, deputet, ministra, kor diplomatik, përfaqësues të ndryshëm të artit, shkencës, kulturës, ju gjithë miq, dashamirë, vëllezër dhe motra. Paqja me juve. Pas ju vendos që himni Nënës Tereze të promovohet në këtë katedrale, kam nderin që si një koqir t'ju përshëndes gjithve dhe të shprej konsideratat e mia për pjesëmarrjen tuaj. Të shprej konsideratat e mia për iniciatorët, për organizatorët, për mbështetësit, për ekzekutuesit dhe për të gjithë njerëzit vullnet mirë që mbështetin iniciativa të mira. Edhe ne çdo vit përpiqemi që kësaj feste të Nënës Tereze t'ja bashkangjisim edhe një iniciativë tjetër të mirë dhe të nxisim njerëzit që të bajnë në këtë ditë diçka të mirë për vete, për familjen e tyre, për kombin, për njerëzimin, sepse është detyre jona që të bëjmë mirë. Ideja që sot jemi së bashku, sigurisht është një përpjekje e përbashkët
e të gjithve që të amrimi atë nivel të dashurisë dhe të pjekurisë njerëzore, që të mundemi të duami njëri tjetrin si vetë vetën. Ne si vjetë kujtojmë 25 vjetorin e themelimit të shoqatës Nans Tereze. Ishte kjo një përpjekje e përbashkët e të gjithve për dashuri, për solidaritet, për të përballur urrëtitjen e shtetit ndaj qytetarëve të vet, i cili mendonte se duke ju mohuar bukën, shërbimin dhe punën do t'i nënshtronte më lehtë. Pastaj 10 vite më parë, që kur ne bekuam gurthemelin e parë të kësaj katedrale në pranin e prezidentit Rugova dhe të pasardhësit tim, Monsignor Mark Sopit, tani vjen një ide shumë gjeniale. Kjo ide për të kënduar si këmbë në himën kësaj nane të dashtun, gonxhës tonë, nanës e mbarbotës, nanës e bamirësisë, mu në ditën ndërkombëtare të bamirësisë dhe në 105 vjetorin të lindjes së saj. Shpresoj që vitin tjetër Papa Francesco do të shpallë nënën Tereze Shenjtë, kurse Parlamenti i Kosovës këtë ditë do të shpallë ditë kombëtare të bamirësisë. Jeta nën Terezës nuk ishte gjatë tjetër përveç se një himn dashurie ndaj Zotit dhe njeriut, dhe një kumët i zemrës bujare për gjithë njerëzimin, që të jetë se i cili prej nesh me human, me i drejt dhe me bujar. Partitura e këtij himnit jetës për dashuri është shkrume ose ishte si partitur zemra shqiptare plot për vitni. Teksti i këtij himni ishte dashuria në vepër, notat, plagët e njeriut, instrumentet, bamirësia e njerëzve të mirë, e dirigent i kësaj jete edhe i këtij himni ishte Krishti, në të cilën ajo marrëzisht ishte e dashuruar. Është punë e madhe që jemi bashkuar këtu si këmbë. Pushtetar, klerik, art, kultur, të famshëm, të thjesht, të krishterë, musliman, ateist, gnostik, për të kënduar këtë himn Nanës Tereze. Jam i bindur që shqiptarët nuk kanë dhe nuk mund të gjejnë formë më të mirë të bashkimit se sa në personin e Nanës Tereze, sepse në të çdo kush, si në pasqyrë, mund të shef bukurinë dhe bujarin e shpirtit vetë. Uroj që Nën Tereza të mos jetë vetëm një petk me të cilën i mbuloj mangësitë tona, por si burim frymëzimi që na ndihmon të ndryshojmë, të jemi më human, më të përgjegjshëm dhe më të mëshirshëm. Zoti ju shpërbleft munin, juve që jeni bashkuar për të na gëzuar sot, edhe ju them ashtu siç thot populli, ju knoft zemra. Ju falimderit. Urat shumë e bukur, ju knoft zemra. Ju falimderit shumë për fjalën tuaj të ngrohtë. Dhe tani e ftoj kryetarin e Kuvendit të Kosovës, zotri Kadri Veselin, dhe njëkohësisht e falenderoj që në patronatin e tij mbështetet edhe ky manifestim. Ju falimderit shumë. Mirëmbrëma të gjithëve, falenderit shumë. Mirëmbrëma gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, gjithë qytetarëve të kombit tonë,
I nderuari i peshk i Kosovës, Don Gjergji, Kuvendi i Republikës Kosovës, Nënën Terezë e konsideron e shenjtë ka qenë kur ka jetuar, edhe tash është e shenjtë dhe presim që edhe papati shumë shpejt ta shpall aty ku e ka vendi që t'jetë e shenjtë. Në njëjtën kohë, Kuvendi i Republikës Kosovës jam shumë besimtar që shumë shpejt këtë ditë do ta shpall ditë humanizmit dhe të bamirësisë, për arsye se është në nderin e vet, shpresoj që edhe Kuvendi i Republikës Shqipërisë do ta bëjë të njëjtën gjë, shumë shpejt. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Atifete Jahjaga, shumë i nderuari simbol i kombit ton shqiptar, ashtu siç ka qenë dhe është Nëna Terezë, Adem Demaci se e ke marrë këtë mundim në këtë vapt na jesh sot na nderosh neve këtë bashkë me ne. Faleminderit shumë. I nderuari zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë, zotëri Musa Xhaferi, nderuar deputet Kuvendit Republikës Kosovës, i nderuar i peshk Don Gjergji, i nderuar i kryetari Bashkisë Islame në Internava, Don Zoti, gjithmonë jemi bashkë që jeni sot ju kështu, gjithë klerik të nderuar, ambasador në Republikën e Kosovës, komandanti i KFOR-it, faleminderit shumë. Zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur në këtë bremje të veçantë, kushtuar njeriut më të veçantë dhe më të jashtëzakonshme të kësaj toke, bieson të madhe Nënës Terezë. Të nderuar miq, 3 vite më parë, kur organizata e Kombeve të Bashkuara vendosi se duhet të kishte një datë dhe një emër që do të simbolizonte përkushtimin global për bamirësi dhe humanizëm, askush nuk kishte dilema se cila do të ishte kjo datë dhe se cili do të ishte ky emër. Gjithë e dinin, gjithë e ndjenin. Ishte nëna jone madhe, Nëna Terezë, Gonxhe Bojaxhiu, bia e madhe e kombit ton, humanistja më e madhe e tokës sonë. E lindur dhe e rritur në një kohë të trazuar, vasha ndrojtur e Bojaxhinëve të Prizrenit, në një ditë gushti të vitit 1928, shumë afër nga këtu, në letnicën e Vitis, mori vendimin jetësor për të nisur në rrugën e madhe të bamirësisë dhe humanizmit. Ajo nuk u kthye kur më as në Letnicë, as në Kosovë, por shpirtin e kësaj toke e mori me vete, për ta kthyer në një lëvizje botërore të bamirësisë, solidaritetit, të paqes dhe dashurisë njerëzore. Me veprën e saj jetësore, Nën Tereza i tregoi gjithë botës se vinte nga një popull i vogël, por me zemër të madhe. Nuk ka dhuratë më të çmuar se sa kjo që dikush mund t'ja bëj atë dheut të vetë si që ja ka bërë Nëna Terezë ne. Të nderuar miq, zonja dhe zotrin, ne në gjuhën tonë e kemi një fjalë që e duam shumë, fjalën krenari. Sa që u thojmë në përbotë, takojmë njerëz të regioneve të ndryshme, religioneve të ndryshme, kulturave të ndryshme, nga Australia në Skandinavi, nga Amerika në Japoni, ne ndjejmë, e përjetojmë, e prekum faktin se është pikrisht Nëna Terezë, ajo që na bën ne si popull edhe me krenar. Të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, zonja dhe zotrin të pranishëm. Sonte jemi mbledhur këtu në këtë tempull të respektuar të Zotit, që së bashku të dëgjojmë tingujt e himnit të saj. Nga këtu, nga toka e saj, nga Prishtina, këta tinguj do të dëgjohen në të gjithë botën, për të dhënë përsëri mesazhin për të cilin veproi gjithë jetën e saj bia jone madhe Nëna Terezë. Mesazhin e paqes që triumfon mbi urrëtitjen dhe shkatrimin. Mesazhin e solidaritetit që triumfon mbi indiferencën e mospërfilljen. Mesazhin e dashurisë njerëzore që triumfon mbi dhunën. Mesazhi se jeta jonë merr kuptim vetëm duke punuar në besimin se gjithmonë është e mundur një botë më e mirë, më e drejtë dhe më paqësore. Urime dhe gëzuar të gjithëve
hymni i të shenjtës Nën Terezë. Faleminderit. Faleminderit. E falenderojmë Zotri Kadi Veseli për fjalën e tij. Dhe tani, për të mos ju lodhur, po për t'ju rikthyer ashtu si e filluam këtë mbrëmje, po lëm radhën artistëve tanë më të spikatur që u mblodhën nga të gjitha trojet shqiptare dhe nga diaspora. Zonja dhe zotrinj, tani fillon programi artistik. Suksese!
Kam privilegjën toksore dhe hynore të deklamoj vargjet e të madhes Nën Teres. Dua të kthehem në Shqipëri. Shumë po vepron qoftë largu në anët tona. 12 shtatore me figura shentrëshi do të doja të kisha në Shqipëri. Pa tjetër edhe në Kosovë 12 të tjera të luteshin murgeshat e mia për ta larguar të keqen nga dheu im. Dua të kthehem në Shqipëri. Të frymoj më të varfrit e të varfrëve të gjakut tim. Dua
dua të shkoj të nëna ime, të takoj dhe motrën, bashkë rinë, pranë e pranë, në dy varre, në rrethin të Tiranës, lule të verdha dua t'u hedh, përzir me gjethe dafine, me gjethe kujtimesh e dhembjeje. Të përkëdhel gur të varreve dhe të lutem, Shqip! Shqip të lutem! Dhe në nderim të kujtimit të prindërve, dua të kthehem aty, për gjithmonë t'i mbyll syt. Shumë e kam në zemër popullin tim shqiptar, dhe lus Zotin që paqja e tij të vijë në vatrat tona, në shtëpitë tona, në zemrat tona. Lutuni për fukarejnë të mi, për motrat e mia, edhe për mua. Unë lutem për juve. Ta dim se cili nga ne është i krijuar për të bërë vepra të mëdha. 27 gusht 1997, pak ditë para vdekjes.
nana Teres. O nanë, tu I tha nanë, gjithë qka të kanë tha. O gru, me trup të vogël, po me shpirë të zemër të madhe, që me botën e largët, shumë halën dave. E sot shpirti jotë, pret në mshim. E unë e di nuk je qetë. Do të lutesh prap për botën, për nanën Shqipëri. Do të lutesh për shkupin e bukur ku ti linde, se nanës Shqip I thire, për Kosovën që të rriti, të dolen martiret, a dole ti dhe I prite. Zoti ti lutesh për këtë dhe, për këtë gjuhë, për atë flamur kuqezi që nuk njef kufi. Na falni rebelimin, na jepni bekimin, se nuk jemi të këqi.
spezzava la terra, stride all'uscio dell'ordo. E un passo sfiorava l'arena. Entrava in la fragrante mi cadea fra le braccia. O dolci baci, languide carezze, mentr'io fremente le belle forme di soglie dai veli svani per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato, e non amato mai tanto la vita, tanto la vita. People are illogical, unreasonable, self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you will win some false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness makes you vulnerable. Be honest and frank anyway. The biggest man and woman with the biggest ideas can be shut down by smallest man and smallest woman by smallest minds. Think big anyway. People favor underdogs, but follow only top dogs. Fight for some underdogs anyway. What you spend years building will be destroyed overnight. Build anyway.
people really need help, but may accuse you if you help them. Help people anyway. Give the world the best you have, and you'll get kicked on the teeth. Give the world the best you have anyway. Maestro Pandiri.
schwade Spure, signet stiele, an pasturtischen Drohn. Dorme spaltes, stiel cardane vigor. So perconte, et sposto in tempo par. Dorme spaltes, stiel cardane vigor. Super corre, nascosto in eto far.
Me që po ja afrohemi dal nga dal momentit kulmor të sontëm, para se ta dëgjojmë himnin, do ta kisha ftuar në skenë një zonjë e cila i bëri ballë një pune kaq sfiduese, e me të vërtet nuk e kuptoja derisa po takoheshim që të bëheshim gati për programin, thosha ku e ka gjetë këtë forcë kaq të madhe kjo organizatore dhe ideatore e himnit për Nanën Teresë. Para jush e ftoj zonja Diana Toska. Zonja dhe zotrinj, motra dhe vëllezër. Shikues të nderuar kudo që jeni, faleminderit që jeni pjesë e këtij manifestimi shpirtëror. Një ide timën desha t'ja fal kombit dhe shtetit tim. Desha të jemi të bashkuar dhe në këtë hapërim hynor kombëtar t'i falenderojmë Bioson për lartin universale që na e dhuroi. Kam shkrirë gjithë kapacitetin tim intelektual, moral, kombëtar. Por ai shpirtëror më sfidoi rënd. Humba babën tim. Ndërkohë që idesë time i kisha filluar t'i jap udhë deri në përmasat e sensibilizimit gjithkombëtar. Sot jam natyrisht e lumtur që po e përmbushim këtë obligim moral ndaj bijës sonë të kombit, që është një aset kombëtar për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Pa dallim përkatësie fetare, por edhe një vullosje përfundimtare e tolerancës fetare që bisundon me shekuj mes nesh. Ne na e dhuroi Zoti Gonxhen para 105 vjetësh. Jemi duke shfrytzuar dhe jetuar ende kredinë e saj morale. Shpresoj që do të bëjmë përpjekje si kombë për ta vazhduar më tutje veprën e saj, sepse kemi kapacitet, madje në momente historike e të rëndësishme për kombin kemi dëshmuar edhe unitet e solidaritet. Sot në këtë katedral, që mban një emër të shenjtë, jemi mbledhur për të shijuar tingujt e valsit hynor dhe për t'i falur botës një pjesë të shpirtit ton. Një testament moral të njerëzimit. Shpresoj se do t'jemi krenar për jetë e motë si kombë sa herë e kudo që do të interpretohet në botë. Kjo është vetëm prologu, ndërsa epilogun shpresoj të përjetojmë vitin e ardhshëm në Vatikan. Miliona njerëz në botë, ndoshta për herë të parë, do ta kenë rastin të dëgjojnë gjuhën e ëmbël amtare të nanës tonë, përmes poezisë që shkroi me dorë të vet në gjuhën shqipe dhe përmes himnit që bijtë e bijat e saj po e bëjnë në shenjë dashurie e nderimi për jetën dhe veprën e saj. Shfrytëzoj rastin të drejtohem udhëheqësve tanë, shtetëror që të na ndihmojnë që këta artistë të kombit, valsin hynor ta interpretojnë live dhe shqip në Vatikan në ditën e shëntrimit të nanës tonë. Ju falenderoj të gjithëve, falenderoj Peshkun, falenderoj kryetarin e Kuvendit të Kosovës që ishit pjesë e këtij manifestimi dhe që na ndihmuat të jemi sot bashkë si asnjëherë më parë. Unë kam një falenderim të veçantë për njeriun i cili më ndihmoi gjatë gjithë këtij rrugtimi, biografin e nanës Teresë, Don Lush Gjergj. Të faleminderit për gjithçka. Faleminderit shumë. Faleminderit Diana. As I thank you for being part of this spiritual celebration, I would kindly now ask to rise so while we stand, we can enjoy the divine waltz. Let's welcome this way a divine voice, our world-renowned artist, who considers the interpretation of this hymn as the most beautiful gift in her career. Duke ju falenderuar që ishit sonte me ne në këtë manifestim shpirtëror,
ju lusë të gjithve që të ngritemi në këmbë dhe t'ja bëjmë edhe respektin ashtu si e do himni vetë, ta shijojmë të gjithë së bashku himnin, valsin hynor, dhe në këtë mënyrë dëshiroj që t'i urojmë mirëseardhje zërit hynor, artistës son me famë botërore, e cila interpretimin e himnit për Nanën Terez e quan si dhuratën më të çmueshme të karrierës së saj. Para jush, zonja dhe zotrinj, Inva Mula.